Përshëndetje, është një temë sot që nuk e kemi prekur. Jam shmangur disi sepse është një temë shumë e fortë, ka shumë gjëra për të thënë dhe do kthejmë shpesh sepse janë shumë perspektiv. Paraja, kjo energji që po drejton, si të thuash, gjithçka sot. Kjo energji që çdo njeri matet sa para ka, çdo njeri matet në qoftë se ka diçka të suksesshme, aty matet çdo njeri. Nuk të flas për energjinë e paras, se paraja është një mjet. Është një mjet i rëndësishëm dhe secili ka bërë zgjedhjet e veta se si do t'i ketë këtë marrëdhënie me atë. Po do të flas për një dukuri fenomenale botërore, po që po prek edhe neve kjo gjë në mënyrë shumë intensive dhe shumë të përbindshme, paga shumë, dhe është shumë e rëndësishme. Sot është bërë shumë e nevojshme mentorët, coaching, gjithë njerëzit që na tregojnë se që t'jesh i suksesshëm duhet të harish në majat e biznesit. T'jesh i suksesshëm duhet t'jesh dikush që ka vlerë në shoqëri. Dhe po t'i shikosh në ambjentet që shkon e i viziton ata, të shikon pompozitetin e tyre, pa frikë dhe për theme autenticitetin ti më të dashur, duke qenë para njerëzve që kanë lek, edhe mos të pëlqejnë gjë, nuk ka thonë dot se unë ngelet këtu në gryk, sepse kanë frikë. Kanë frikë se do të priten donecimet e tyre, kanë frikë se do të priten pamirësitë e tyre, edhe gjitha këto që i dim të gjithë. Pra sot bota drejtohet jo në paraja, por nga arroganca që kanë njerëzit për të fituar paranë. Në botën shpirtërore, njeriu i ka të gjitha. Po, edhe pse i ka të gjitha njeriu, sepse nuk ka asgjë. Edhe në fakt, po të vini re me kujdes një fëmijë që lind, ta vëzhgoni atë voglush sa ka lindur. Do shikoni një pafajësi dhe çdo gjë që i përket botës. Ai ka të gjitha, ka botën, ka kuriozitetin, ka dashërmësinë, ka gjithçka. Dhe kur rritet pastan bëhet i pamjaftueshëm. Si ka mundësi thuati. Dhe në këtë pjamëstin, për shumë, kemi mësuesa të gjithë kemi përjetuar këto që të tregojnë boshllokun. Pra ai të thotë ti nuk do bëhesh asnjëherë një gjë, dhe ai në të vërtetën thotë, por nuk e thotë për ty, ai e thotë për veten e vet. Pra ai shikon boshllokun e tij dhe e ta thot ty, sepse aty përballë mendon se bëhet i rëndësishëm. Para teja i duket vetja se është i rëndësishëm. Një mësues i vërtet, një mësues që e ka gjetur esencën e brendshme, të bën një gjë shumë të bukur, shumë thelbësore, të çon atje ku ti je. Nuk të zvoglon, nuk të rrit, nuk të democionon, nuk të lëndon dhe nuk të zhvlerëson, pra të çon në të brendshmen tënde. Kur takon njerëz që ti ke kategorizuar ky bën, ky s'bën, ky ai është, ky s'është, ti nuk je rritur brenda, ti thjesht ke rritur iluzionin e ke masterizuar në një mënyrë të fortë që ti ke zhvën mënyra të forta që mos futet asnjëri në këtë boshllokun e tënd të madh. Kjo video është për të gjithë të rinjt, që sot po të shikoni janë hapur si kërpudha të gjithë në televizionin si shqiptare, botërore, kudo që jemi, dhe shumë pak zëra të vogla, të forta dëgjohen, shumë rrallë, ju lutem çojeni këtë diku që shikoni një fëmijë që ndihet i pamjaftueshëm. Ai nuk është i pamjaftueshëm, ai është i mjaftueshëm. Thjesht duhet të ri me veten ti dhe të nxjerr atë të bukurën që ka brenda. Dhe atë të bukur që ka brenda është ajo unikja që i ka dhënë Ati për të rritur veten e tij në përmasa të mëdha. Këtu nuk kemi ardhur për t'i treguar njëri tjetrit sa të pasur jemi, sa të varfër jemi, që ti jesh i varfër e ke zgjedhur, që ti jesh i pasur e ke zgjedhur. Të gjitha janë eksperjenca. Paraja nuk i takon asnjëriut, paraja është e Zotit, paraja është e universit. Aty janë, aty do ngelin, aty do jenë. Nuk fitojmë asgjë, thjesht fitojmë egoizmin ton për të mbajtur kontroll situatës. Po një njeri që e njeh dashurinë, që e njeh respektin, që e njeh vlerën, njerëzit i drejton tek ajo që është në të vërtetë.
Pra i drejton tek zemra. Tek zemra është parajsa. Te zemra është parajsa e të gjithë neve. Kohët e fundit, edhe kjo është një shprehje imja, që e kam vëre nga këto meditimet e mia. Njerëzit që nuk e njohin Zotin, çojnë kokën lart. Njerëzit që e njohin Zotin, prullen. E prullen te zemra. Sepse din aty jemi të gjithë pa përjashtë. Si ai që ka bërë lek në thonjza, si ai që është i suksesshëm në një ekran televizioni që ju e imagjinoni, si ajo gruaja që pastron shtëpinë ose zyrën tuaj, si ai njeri që të bën kafe në një kafenim, si ai një njeri që të lan makinën, si ai njeri që të ndërton shtëpinë, dhe si ai njeri që të thekson në mëngjesi që nuk bëhesh. Të gjithë këta njerëz kanë esencën e tyre brenda, kanë Zotin e tyre brenda. Drejtohu te Zoti i tyre, drejtohu te dashuria e tyre. Kur një njeri thekson që ti aty do të ngelesh, ai nuk thot për ty, e ka për vete, sepse atë perspektiv ka për vete. Një njeri që ka kuptuar të brëndshën e vet dhe një frut që është e kalbur, që është prishur, ç'a bën? E pastron, e heq, i merr farët, esencën që s'është e prishur, dhe e vën në një transformim tjetër, e vën në një ambient me dashuri dhe e rrit ndryshe. Pra, të gjithë jemi esenca, nuk ka rëndësi se si jemi veshur, nuk ka rëndësi se çfarë eksperiencë jetojmë. Të jesh i varfër që e kemi bërë ne sot, si definitimin e përcaktimit ton, është thjesht një eksperiencë. Nuk është ajo që të përcakton ty. Të jesh i pastur është thjesht një eksperiencë, nuk është ajo që të definon ty. Të jesh i suksesshëm nuk është sukses, është thjesht ajo që ti ke një eksperiencë të tillë. Pra të gjitha këto eksperienca që kemi na tregojnë se si ne do reagojmë, se çfarë ushqimi do t'i japim ne rrugtimit tonë, çfarë gjëje do t'i japim. Nëse ne në shtrydhjen tonë, në këto momente të vështira tona, zgjedhim të jemi të mirë në çdo lloj situate, atëherë kemi kaluar gjitha testet. Ju lutem shumë, mos u influenconi dhe kujdesni kur dëgjoni njerëz. Kujdesni, flasin nga zemra, nga dashuria, apo flasin nga egoja. Ashtu si dhe shpirtërorja ka nivele, ashtu dhe egoja ka nivele. Në egoja që rritet shumë, bëhet arrogante, bëhet më shumë kontrolluese. Dhe atë ne shikojmë për ditë. Shpërndajeni këtë gjë. Herën tjetër do të flas për arsimimi. Arsimimi çfarë është për njeriu. Pra, të gjithë jemi, nuk ka nevojë të bëhemi. Thjesht na duhet një njeri të na kujtojë se kush jemi. Dhe atëherë do shpallim të vërtetën tonë, pa u ndjerë keq, po duke i dhënë dorën njëri tjetrit me një dashuri të paparë, se ajo që ishe ti ura, jam unë ura e dikujt tjetër. Ndaj pëlqej New Yorkun se ka shumë ura, dhe di shumë mirë që njëri urë e tjetrit jemi të gjithë. Mendohuni mirë. Zoti ka dhënë të gjithëve diçka unike. Shkoni tek ajo unikja